shumë kohë më parë, rreth 3100 vjet para Krishtit, kur shumë vende të botës ishin ende të pazhvilluara, egjiptianët, një popull i ndodhur në një rit të hollë toke, kufizuar nga deti Mesdhe dhe Luminit, dukej se po i paraprieshin të ardhmes. Ata kishin filluar ndërtimin e objekteve më të çuditshme e misterioze në epokën e njerëzimit. Shpeshherë nga shkencëtarët të objekte marrin dhe emërtimin si libra shkencore të shkruar në gurë. Piramidat. Këto objekte janë tepër komplekse për sa u përket koordinatave të vendodhjes së tyre dhe mënyrës se si ato janë ndërtuar. Piramida e Keopsit. Një piramidë prej 1.380.000 metra katror, e cila përbëhet prej 2 milion gurë. Piramida e madhe e Gizës peshon 6 milion tonë, më shumë se çdo gjë që ka ndërtuar njeriu deri më tani. Ajo është aq e madhe sa që mund të shihet edhe nga stacionet ndërkombëtare hapësinore, madje edhe nga hëna. Meridiani që kalon nga maja e piramidës e ndan në dy pjesë të barabarta, deltën e lumit Nil dhe përputhet me drejtimin veriut. Lëvizjet e hijes së piramidës shënonin orët e ditës dhe jepnin datat e sakta të ekuinokseve dhe solsticeve. Duke shumëzuar me 1 miliard, lartësinë që do të kishte piramida, nëse faqet e saj do të ishin zgjatur deri në majën e saj, do të kemi 128.208.000 kilometra, numër që është afërsisht i barabartë me largësinë në kilometra nga toka deri në diell. E si mundet një popull të përcaktoj këto koordinata me një pikpikëri kaq të lartë? Shumë shkencëtarë mendojnë se egjiptianët janë ndikuar nga forca të tjera të mbinatyrshme, të cilat i kanë udhëzuar për të ndërtuar këto objekte në planin e tokës në nder të tyre. Mendohet se për ndërtimin e kësaj piramide punuan rreth 100.000 sklleve për 30 ditë. Një blok gjigant prej kuri mjaftonte për të bërë një mur 3 metra të lartë e 0.3 metra të gjerë që të rrethonte të gjithë Francën. Për të transportuar të gjitha materialet që duheshin për ndërtimin e kësaj piramide, duhen rreth 9.000 trena me 50 vagon secili. Sot kjo piramidë vizitohet nga shumë turistë që vinë nga gjithë bota.